Kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakulli priti në takim falënderimi ekipin e voleybollit për femrat të qytetit së bashku me trajnerët Besnik Lisha e Sajmir Dragoj për suksesin historik të arritur këtë sezon. Vajzat e klub voleyboll Pogradeci kanë shkruar historinë e klubit, duke fituar për herë të parë 2 trofe të rëndësishëm brenda një sezoni, Ligën Gjergj Kastrioti dhe Kupën e Shqipërisë në voleyboll për femra. Gjatë pritjes, kryebashkiaku i falenderoi sportistët dhe stafin për emocionet që i kanë dhuruar qytetit me lojën, për kushtimin dhe shpirtin e skuadrës, duke ngritur lart emrin e Pogradecit në sportin shqiptar. Ndërsa tha se do të vijoj të jap mbështetje maksimale, si dhe do të propozoj që ekipi të shpallet me vendim krenaria e qytetit. Bashkia të bëjë një vendim këshilli që ekipi të shpallet deri i qytetit. Sigurisht edhe trajneri ka pjesë që dhe falemnash. Që shërnim që t'jemi elitarë. Juve atë besimin tonë edhe përpjekjet tonë i shpërgjuar me të kupa dhe shpresojm që të marrim edhe të tretë. Megjithëse kjo edhe është më e rëndësishme, por për mua më e rëndësishme ishte Liga Qeshkastriot, sepse ishin ekipet më të mira ndaj dhe më të mira këtej. Jam shumë krenare për ekipin edhe të gjitha vajzat për punën e palover që kanë bërë deri tani edhe duke vazhduar kështu mendoj se do ta sjellim edhe trofeun e tretë në Pogradec. Ata një grup janë sinqerisht janë 13 bisha, sigur mirë vazhdojnë nën, edhe forca e Pogradecit është që ne 13 veta. Ne losim kanë bashkë. Synimi i radhës për ekipin është fitoria e Superligës së Shqipërisë në voleyboll për femra, që do t'i jepte klubit një triplet historike këtë sezon.